Plani i ri i veprimit për politikat e arsimit të lartë 2030 përfshin edhe rishikimin e kurrikulave universitare. Parashikohet rishikimi i programeve ekzistuese dhe krijimi i kurrikulave të reja në fusha prioritare, si STEM, digitalizimi dhe turizmi. Ekspertja e punësimit Gertjana Hasalla thotë se ndryshimet e kurrikulës janë domosdoshmëri dhe duhet të bëhen bazuar në tregun e punës. Vetë qëllimi i këtij plani masash është në vetvete që të bëjë dhe riformim të kurrikulave. Çka do të thotë që do rishikohet çdo kurrikul që ekziston sot në universitetet shqiptare në bazë të nevojave të tregut të punës. Zyret e këshillimit karrierës tashmë ekzistojnë nëpër universitete, por duhet kemi parasysh që luajnë një rol të vakët në krahasim me rolin që do duhet luanin, sepse puna e tyre është gjithmonë e kushtëzuar dhe nga kurrikula që ofron vetë universiteti. Me këtë plan masash, ky parashikim i bërë për rishikimin e të gjitha kurrikulave do të thotë që ato kurrikula të cilat nuk kanë mjaftueshëm akses në tregun e punës do të hiqen ose do të zvoglohen dhe do jepet më shumë hapësirë kurrikulave të tjera që janë të lidhura me tregun e punës dhe me nevojën që ka sot për sot. Patjetër që në rastin e zyrave të këshillimit karrierës, ato do jenë të parët që do pyeten për nevojën që ka tregu, prandaj do duhet të kenë një analizë të saktë të nevojave të tregut për të dhënë edhe ata mendimin e tyre se si duhet riformuar e tërë kurrikula. Pra nëse mendojmë për një universitet i cili është i fokusuar për shembull tek inxhinieria ose çdo gjë tjetër, duhet parë se cilat degë të inxhinierisë janë të kërkuara sot në tregun e punës dhe të fokusohemi më shumë tek to, duke i dhënë më shumë kuota atyre degëve dhe më pak kuota kuptohet degëve të tjera që kanë më pak akses në tregun e punës. Pra, kjo lloj analize është diçka që bëhet dorë në dorë dhe bëhet së bashku mes të gjithë aktorëve të arsimit të lartë në Shqipëri, për të parë realisht se cilat janë nevojat dhe për të ecur përpara me këto nevoja që kërkon tregu. Për procesin e rishikimit të kurrikulave janë planifikuar rreth 4.5 milion lekë dhe afati i zbatimit shtrihet në 2 vite.